Të parlament janë në kufitet pa besueshmes, zoti kryetar, dhe deputeti parafolës ka thyer protestën duke thënë që rinia shqiptare po udhiqet nga njerëz të Fredi Belerit. Dhe unë nuk e pash zotrin të reagoj kur Fredi Beleri doli në foto plot krenar me deputetet e Partisë Socialiste në Strasburg, i nxjerr me krenari madje edhe nga kryeministri dhe madje socialistët të votonin dhe amendamente të propozuara nga Beleri. Pra e shikoni se çfarë situate absurdi jemi edhe na quajnë ne këta antikombëtar. Votojnë me Fredi Belerin në Strasburg edhe akuzojnë të rinj shqiptar se u paguan apo sillen vërdall nga Fredi Beleri. Së dyti, zoti kryetar, e kam ndjekur gjatë politikën, po me thënë drejtën, kur s'kam parë nga zoti Ruçi për shembull, apo dhe nga pararësi i tij zoti Balla, që çfarë s'na ka thënë, çfarë s'na ka bërë dhe nga përjashtuar dhe nga parlamenti, që të dalë të thotë tu që Partia Socialiste do dali dhe do të shtypë. Unë nuk e kuptoj se si një deputet që pretendon të jetë në radhët e të rinjve, të flasë me një gjuhë dhune dhe në kufit e urrëties. Kjo është e papranueshme. Respektoni protestën e të rinjve shqiptar, mbani përgjegjësi, mbani dhe gjuhën, sepse e dim se çfarë trashëgimie të dhunshme keni. Sepse është për t'u habitur që njerëz me thinja në Partinë Socialiste mbajnë gojën edhe rioshët lëshohen, a thua sikur nga kanë dalë. Faleminderit. Zoti Balla, procedurë. Zoti kryetar, deputeti parafolës, një gënjeshtar profesionist, sapo keq informoi me dashje opinionin publik lidhur me procesin e votimit për rekomandimet e Komitetit Parlamentar të Stabilizimit dhe Asociimit të zhvilluar në Strasburg. Deklaroj me përgjegjësi që të 7 antarët e këtij komiteti, përfaqësues të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kanë votuar për të gjithë amendamentet e propozuara nga zoti Beleri kundër. Të gjitha kundër, gënjeshtar. Dhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike është fakt që ka votuar për një pjesë të amendamenteve pro. Ky është fakti. Ne kemi votuar për gjitha, ndërkohë që sa i përket votimit në fund të rekomandimeve, pra të dokumentit integral, padyshim që ishte dokument për cilën unë isha dakordsuar me bashkëkryetarin Tarquino, se ishte dokumenti im. Tani unë nuk mund ta ndaloja dot një antar të Parlamentit Evropian që ai votonte pro. Ky është fakt. Pra zotëria ka votuar dokumentin tim. Unë kam votuar kundër gjithë bashkë me kolegët e mi. Ja ku i keni këtu. Kemi votuar kundër. Po ti ke marrë për modelin më të keq. Nuk ka model më të keq në politik se sa të vish këtu dhe të bësh suflerin e gonës. Ti bashkë me atë personin tjetër, që nuk është këtu dhe mirë që nuk është këtu, sepse e nise karrierën politike me pagesë nga paratë e gonës, tani paguhesh me paratë e shqiptarëve si asistent i gonës. Ky është dallimi, pra deri në 9 shtator të vitit kaluar të pagunte gonja nga paratë e call centerit si asistent, sot paguhesh si asistent i gonës me dietat dhe paratë e kuvendit. Por edhe ti, ndërsa po zbardhe gjithë skema e pastrimit parave të Agron Shehaj, një njeri që rast unik në botë, brenda 4 vitesh, 5 fishon vlerën e një aseti nga 2.9 milion euro në 15 milion euro. Do vi gonja të endën tjetër këtu,
Përfundoni ju lutem. Ja kam bërë gati të gjithë dosjen Gones, pa tjetër. Ta kam bërë gati sepse nga parate e Vilës Gones je paguar ti deri në 9 shtator 2025. Faleminderit. Zoti Muçi, replik. Faleminderit. Atëre, përderisa po flasim këtu për fakte dhe jo për folklorizma. Atëre është fakt që në tetor të vitit të shkuar, të gjithë ju që jeni të ulur nga Joan, ngritët kartonin e kuq, kur u propozua në këtë sallë rezoluta për njohjen e gjenocidit serb në Kosovë. Ju që ja doni kaq shumë të mirën Kosovës, përse votuat kundër njohjes së gjenocidit serb në Kosovë? Na thoni. Ky është fakt. Fakt është tundja e kartonit kuq. Jepni përgjigje për këtë. Merrni replikat. Ju marr me radhë, një nga një nëse doni. E dyta, fakti tjetër është që për një deklarat shoviniste për spastrim etnik, ju mjaftoheni me përgjigjen e mefsht dhe të zbet, siç i ka hije ati ministrit ton të jashtëm, dhe nuk mbani qëndrim. Kosova e ka shpallur persona non grata, ministren. Ministri i jashtëm i Kosovës bën thirrje për qeverinë shqiptare që gjithashtu të mbajë qëndrim të fortë, ta shpall persona non grata. Dhe ju merreni me çka ka ndodhur në një takim mes miq të Ramës me Vučićin, ku i shkëmbyen favoret politike njëri tjetrit, duke thënë gjysmëllafi njëri për Kosovën, gjysmëllafi tjetri kundër Kosovës. Dhe këtë na quani patriotizëm të madh. Mbani qëndrim zyrtar me fakte, me vepra, jo me fjalët e mefshta të atij që keni vënë ministër. Sa për shokun Bido na ke munguar seancën e radhës, shumë gabim që e le vetëm taulantin dhe s'kishte kusht ta mbronte. Megjithatë, zoti kryetar, unë kam vendosur mos merre më me salcat e sufllaqeve të shokut Bido se janë bërë bajate dhe rrezikojnë të helmojnë sufllaqexhin e tij 70 vjeçar, njësoj siç me tenderat tuaja keni helmuar jo një, po 2 herë. Përfundoni ju lutem. Mbaroj që me tenderat tuaja keni helmuar jo një, po 2 herë studentët e Akademisë së Sigurisë. Dhe zoti Braçe, po ke gjë për të thënë, thuaj në mikrofon. Faleminderit. Tani vijojmë rendin e ditës. Interpelancë me Ministrin e Financave, zotin Petrit Malaj, kërkuar nga deputetja Jorita Tabaku. Interpelanca, qetësi ju lutem. Kërkohet në përputhje me nenin 80 të kushtetutës dhe nenin 96 të rregullores së Kuvendit. Qëllimi i kësaj interpelance është të jepen sqarime lidhur me performancën buxhetore në fushën e shpenzimeve dhe të ardhrave. Fillojmë duke respektuar minutazhin e përcaktuar në 96.5 e rregullores. Zonja Tabaku nuk ndodhet në sallë. Interpelanca konsiderohet e kryer. Vijojmë me çështjen tjetër. Projekt ligj, pika e 4. Projekt ligj mbi të ftesat tregtare mbi produktet bujqësore. Referuar në 73.2 e rregullores, nëse ka pyetje për ministrin, nëse jo, zoti Salla, ministri, ju lutem keni fjalën për të paraqitur aktin. Nderuar kryetar, të nderuar deputet, kam kënaqësinë sot paraqes për shqyrtim projekt ligjin për të ftesat tregtare mbi produktet bujqësore. Një nisëm